nderuar miq, do të flasim për protestën që po zhvillohet në natën e 33 në Tiranë, ndërkohë që pardje, por edhe sot është zhvilluar edhe përpara parlamentit, duke u zhvendosur në momentin që ka pasur seancë plenare, protesta është shoqëruar me incidente dhe shoqërime të protestuesve në komisariat. Mbetet për të parë çfarë do ndodhë më tej, duke sikur është në kulmin e saj. Për më shumë për ta analizuar këtë protestë, kam kënaqësi që sot të zhvilloj një bisedë me profesorin Enver Byçi. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju, profesor. Mora shkas, profesor, për këtë bisedë nga opinioni juaj i fundit, që duke krahasuar situatën me atë të Serbisë, ju kërkoni që këtu të ketë një fitore të pastër, dhe jo një kurt, sikur po bën Vučić në Serbi. Si ju duket protesta deri tani, momenti ndoshta më kulminanti në pritje edhe të 4 korrikut, kur është njoftuar një tjetër valë e dytë e diasporës, dhe si mendoni që do të ecë më tej? Doja të thoja se krahasuar me protestat në Serbi, protesta e rinisë në Shqipëri, studentëve, të rive, por edhe moshave tjera, qytetarëve shqiptar, është një protestë disi më solide. Është një protestë e artikuluar shumë më qartë. Është një protestë me kërkesa shumë të sakta dhe që godasin thelbin e krizës që është krijuar në Shqipëri nga keqëqeverisja e rilindjes dhe kryeministit Edi Rama. Ndërkohë që në Serbi, sidomos në fillim, thjesht bëi fjalë për një godinë të rrëzuar dhe që kishte një pakënaqësi lidhur me korrupsionin. Këtu nuk bëhet fjalë për korrupsion, këtu bëhet fjalë për shitje të atë copa. Këtu bëhet fjalë për shkatërrim total të ndërgjegjes kombëtare, ndërgjegjes shoqërore, për shkatërrim të identitetit dhe gjithçka tjetër që ndodh, gjë që nuk ndodh dhe nuk ka ndodhur dhe as nuk ka për të ndodhur në Serbi. Dhe përpasoj shkaqet e protestës në Shqipëri janë me një dimension shumë herë më të thellë, më të madh se sa ato në Serbi. Së dyti, duhet kemi parasysh se Aleksandar Vučić është një kriminal, është njësoj siç është edhe Edi Rama. Është i korruptuar, ndoshta Edi Rama është shumë herë më i korruptuar, por Aleksandar Vučić nuk është armik i popullit të tij, nuk është armik i Serbisë. Nëse ai bën krime, ka bërë krime në kuptimin e rujtjes së pushtetit të tij, por gjithmonë ka luftuar dhe ka punuar për interesat e Serbisë, ose sigurisht në rastet ku ka bërë krime nuk merren parasysh interesat e vendit, por në veprimtarinë e tij, në ligjet e tij, në qëndrimet e tij, në kushtetutën e tij, në gjithçka që ka funksionuar nga pikpamja institucionale. Ai është nis nga parimi për t'i bërë mirë Serbisë, pavarësisht se ai ndjek rrugën e Miloševićit për të destabilizuar rajonin dhe për të kërcënuar dhe për të zgjeruar territorin e Serbisë, për të bërë një Serbi të madhe me territore të shteteve fshinj. Ndërsa në Shqipëri ndodhe kundërta. Në Shqipëri ndodh ajo që copat e Shqipërisë u jepen oligarkëve vendas ose të huaj, u jepen politikanëve të fuqishëm të botës, të cilët garantojnë pushtetin e kryeministit Rama. Ka një diferencë të jashtëzakonshme këtërmes. Nëse ju dha Xhadri dhe Shënxhini Melonit, ju dha në momentin kur ajo ishte në kulmin e dashurisë dhe miqësisë me Donald Trump dhe Edi Rama shpresonte se Meloni do ta ndërmjetësoj. Pra mendoni që po ishte në këtë situatë tani, Meloni Trump nuk do t'ia kishte dhënë. Po të ishte në këtë situatë, të jeni i sigurt se nuk do të kishte një vendim dhe një ligj parlamenti që një copë territori të Shqipërisë, ekstra territori të jepej Italisë për ta menaxhuar, për ta administruar dhe për të qenë aty për sigurinë e atij territori. Shqipëria nuk ka asnjë të drejtë mbi atë territor. Po kështu, dhënia e Sazanit, një
princi, do të thosha, të familjes të Trump, të Jared Kushner dhe vajzës ti Ivanka, ishte një falje territori, por unë shtroj pyetjen, a do t'ja jepte Edi Rama Jared Kushner, Sazanin, Zvërnecin e pjesë të tjera të territorit të Shqipërisë nëse Donald Trump nuk do të zgjidhej president i Shtetit të Bashkuar të Amerikës? Sigurisht që jo. Atëherë, si mund të mos revoltohen shqiptarët për llogaritë personale të Edi Ramës të jepen territori, kujt do qoftë? Nuk është fajtor Jared Kushner, nuk është fajtor Donald Trump, nuk është fajtor Ivanka Trump, është fajtor kryeministi i Shqipërisë, cili protestuesit dhe populli shqiptar i kërkojnë llogari për përdorimin e territorit të Shqipërisë për pushtetin e tij personal. Është një sjellje harbute e panjohur në historinë e kombeve dhe të shteteve kudo në botë, edhe në Afrikë nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Nuk ka ndodhur as me pushtuesit tanë, domethënë që nga mesjeta ose që nga antikiteti, që nga Roma e deri më sot nuk ka ndodhur që pjesët e territorit shqiptar të falen, të shiten ose të këmbehen për favore personale, për prestigj, për pushtet, për pasuri, për të me një megalomani të tillë siç e bën kryeministi i Shqipërisë. Ja çfarë thotë ky? Shqipëria pa mua nuk shkon në Europë. Shqipëria pa mua nuk mund të ecë përpara. Projekti im i zhvillimit është i vetmi që Shqipërinë e bën të përparuar. E tjera. Madje thotë unë jam ai person, i vetmi person që mund ta çoj Shqipërinë përpara dhe ta zhvilloj atë. Ndërkohë që ka patur 13-14 vite kohë për ta bërë këtë dhe e ka quar indietro, e ka quar mbrapsht, e ka thelluar krizën sociale, ka shpërngul 1 milion e ca shqiptar nga ky vend, sidomos të ri, një nga protestuesit që thret aty Rama Burg, Berisha Burg, e di çfarë deklaroi? Para 17 vjetësh ta kishim 141 student, zoti Rama. Sot kemi 100.000 student. Që do të thotë 40.000 student janë më pak si rezultat i keq qeverisjes së Edi Ramës. Kjo është e vërteta. Dhe këtë të vërtet njerëzit e njohin, protestuesit e din, populli e di. Deri më sot ka bërë kompromis me të keqen populli shqiptar. Tani nuk po bën kompromis me të keqen, nuk po bën kompromis me mashtrimet e Edi Ramës. Edhe sot ai vazhdon të mashtrojë, sikur në bulevard janë njerëzit që të ardhur nga Prishtina, nga Tetova, sikur janë njerëzit. Ka përmendur prapë sot madje që sëriqmi sot e përmend faktin që pas kanë ardhur nga Prishtina, nga Tetova. Mund të ketë një 10 veta që kanë ardhur nga Prishtina apo edhe një 5 tjerë që kanë ardhur nga Tetova. Por kjo është thjesht një alibi e tij për të përçarë popullin shqiptar, për të përçarë forcat politike shqiptare. Mjeshtri e cila është e sprovuar nga Edi Rama. E vetmja gjë që ai di të bëjë në mënyrë perfekte është të përçajë politikën, të përçajë studentët me pedagogët, e dim ne se si pati qenë zhvilluar ngjarjet kur studentët protestonin, të përçajë mjekët me pacientët, të përçajë gjithkën tjetër që është një relacion me dikë tjetër. Vetëm ky është personazhi i kulluar, i cili do të mirën e Shqipërisë, por në fakt do të mirën personale dhe familjare të tij. Në YouTube dëgjova se kur ai erdhi dhe u bë kryetari i Bashkisë së Tiranës, betoi dhe s'e betoi se do të qëndronte në shtëpinë e vllajt emigrant dhe nuk do të shkonte në një shtëpi të re pse u bë kryetar bashkie. I kemi parë në sarajet e Surrelit, se si janë. I kemi parë se sa të mëdhaja dhe sa mister ka në ato saraje, sa enigma ka në ato saraje. Ne mund ta marrim me mend, por nuk
se çfarë ndodh dhe çfarë katastrofe janë dhe do të dëshmohen ato saraje. Jam I sigurt që nesër nëse SPAK do të hynë ato saraje, do të zbuloj çmenduri të tilla të cilat nuk I ka patur as Janukovic në Ukrainë dhe as kush tjetër, as Pol Poti dhe as një njeri tjetër që ka drejtuar ndonjë vend në botë. Prandaj dhe Edi Rama është në një vështirësi. Është në një vështirësi të cilën ai nuk do ta kalojë, por një gazetar e pyeti në mes dy kërkesave të protestuesve dorëheqjen dhe burgun si në zgjedhje, ai ka zgjedhur, me sa duket, as dorëheqjen, as burgun. Po, kush është kjo rrugë e mesme? Jo, s'është e mesme, është ekstreme. Ai nuk jep dot dorëheqjen, sepse nuk e lën të jap dorëheqjen. Ju e besoni këtë, profesor, që nuk e lën? Absolutisht. Po të jap vetëm një fakt, një informacion të ditës së djeshme. Djali I motrës së troplinëve administron plazhet e jugut sidërmjetës midis bashkive dhe sipërmarrësve që shfrytëzojnë Bregdetin. Duke ju marrë taksën e caktuar për llogaritë e Edi Ramës, çdo investitori, çdo biznesmeni që shfrytëzon Bregdetin në jug të Shqipërisë. Kur është në jug, një djalë motre tjetër me siguri është në Durrës, I troplinëve. Ky troplini, ky mafios, ashtu si dhe ai Artur Shehu, kanë kontrata me Edi Rama. Nëse ky jep dorëheqjen, do prishën kontratat. Nëse prishën kontratat, mafia ka vetëm një kod, eliminimin fizik. Rama duhet të jetë I lumtur nëse shkon në burg. Nëse e mbrojnë aty në burg nga mafia. Ju votoni profesor që po la dorëheqjen rrezikon që ta eliminojnë. Absolutisht. Këtu do jemi dhe do të shohësh kur do edhe mas 10 vjetësh, siç pretendon Rama, kur të dalë nga kjo, kur të jap dorëheqjen s'do jetë më kryeministër, do të prish sërish kontrata të tjera të reja. Dhe përpasoj do paguaj me kokën e tij. Ai është në një situatë shumë të vështirë, por të na shitet ne si patriot, kur në 10 milion shqiptar është I fundmi patriot, të na shitet ne si I ndershëm, kur në 10 milion shqiptar është hajduti më I madh nga të gjithë këta, të na shitet ne si parimor, kur ka kontrata dhe marrëveshje me kartelet e drogës nga Meksika, Kolumbia e deri këtu në Shqipëri, kjo është e papranueshme për një mendje normale, për një gjykim normal, për një logjik normale, është e papranueshme dhe për këtë arsye ai është në qendër të sulmeve dhe të kërkesave të protestuesve. Tashmë nuk ka më frikë askush nga ai. Rinia, studentët, ata që janë në bulevard, ata që janë para parlamentit, ata që marshojnë nëpër sheshet dhe rrugët e Tiranës me orë të tëra, ata e kanë ndarë mendjen. O do ta fitojnë të betejë, ose ndryshe, madje në mënyrë të pastër dhe jo siç ndodhi me Aleksandr Vučić, I cili dha dorëheqje nga president, por do kandidojë për kryeministër dhe do thotë nga njëra karrikë në tjetër. Ramës nuk do t'ja jap kush mundësinë që nga karrika e kryeministit të shkojë në poltronin e presidentit. Unë jam I sigurt që investimin që po bante presidenca po e bën për ta përgatitur për veten e tij, jo për Bayram Begën. Bayram Bega e ka marrë si nder që ja bën Bayram Bega, por Bayram Bega edhe një vit është president. Pas një viti do të zgjidhet presidenti I ri. Por Rama nuk do jetë as kryeministër pas një viti, për këtë jam shumë I sigurt. Madje po diskutohet të anullohet
edhe samiti I NATO-s që është planifikuar të Kanë shkruar mediat ndërkombëtare, edhe Reuters I kishte një artikull pa djem brëma për këtë që Euronews. Kur Reuters e jep një lajm të tillë, ajo është agjencia e lajmeve më serioze në botë. Po kjo vjen më shumë nga situata këtu, nga mungesa e pagesave që janë përcaktuar 2% që nuk është arritur kota, apo nga fakti që Trump është mërzitur me aleatët dhe edhe në Turqi tha do shkoj për Erdoganin sesa për ata tjerët atje. Nuk është mërzitja me aleatët nuk do të thotë anullimi I samitit në Tiranë. Domethënë, Trump mund mos vi për shkak të se s'do të shohë fytyrën e X-it apo Y-it nga ata që drejtojnë shtetet anëtare të NATO-s. Por anullimi I një samiti të miratuar për të bërë në Tiranë do të ishte goditja më e madhe dhe përfundimtare e Edi Ramës. Për arsye se ajo bëhet vetëm për shkak të tij. Dhe për asnjë arsye tjetër. Nuk bëhet as për mos arritjen e 2%, por bëhet për mashtrimet që bën Edi Rama. Për demagogjin që ushet aleatëve dhe partnerëve të Shqipërisë, e ndërkohë bën manovra të panumërta që të mos respektojë parimet, rregullat, kriteret dhe detyrimet që Shqipëria ka me NATO-n, me Bashkimin Evropian. Kryesuesja daneze e eurodeputetëve që erdhën këtu për të mbledhur fakte për situatën në Shqipëri, I thoshte dje gazetës britanike Guardian se Shqipëria po luan me zjarrin. Ose duhet të anullojë projektin e Sazanit dhe Zvërnecit, ose nëse vazhdon, ajo nuk mund të bëhet pjesë anëtare e Bashkimit Evropian. Deri tani kemi parë reagim në nivel eurodeputetësh, po kancelarit, po Washingtoni, Brukseli, për te eurodeputetëve, ju si keni parë qëndrimin e tyre, janë me qeverinë, me stabiliokracinë, status quo, apo janë me popullin, me protestues? Jo, ata në thelb janë me popullin, por në formë janë indiferent. Krahasim me Serbinë, reagimet si kanë qenë? Edhe me Serbinë nuk ka patur reagime të ashpra kundër Aleksandr Vučić, por bëhen 2 vite që bëhen protesta në Serbi dhe ende sot e kësaj dite kancelarit, udhëheqësit e kancelarive kanë biseduar dhe kanë folur privatisht me Aleksandr Vučić, por publikisht nuk I kanë hedhur benzinë zjarrit. Me qëllim që të ruajnë neutralitetin dhe të mos konsiderohet se ai revolucion që u bë dhe po bëhet në Serbi ka suportin ose ka, si thuash, është perëndimi shkak e atyre protestave. E njëjta gjë ndodhet në Shqipëri. Por eurodeputetët, nëse do të bashkohen në mendimin e atyre që më lodhen faktet këtu, ata do të përbëjnë një opinion të padiskutueshëm dhe në fund vendimmarrja do të jetë në disfavor të Shqipërisë për mbylljen e kapitullit për bisedimet për të planuar në BE. Marta Kos është një përkrahase e çmendur e Edi Ramës, ndoshta është edhe si person e çmendur njësoj si Edi Rama, nuk e di për te, nuk jam I sigurt, por është një përkrahase e çmendur e Edi Ramës, e ndërkohë është kundër projektit të Zvërnecit dhe të Sazanit. Por Edi Rama ka për Marta Kos ka përparësi më shumë se sa Edi Rama e interpreton kundërshtin ndaj investimeve të zjarrit kushner në Sazan dhe në Zvërnec me faktin se ata janë njerëzit e Donald Trump dhe Donald Trump ka krijuar kundërshtar në Europë. Një fush betejë në Europë midis Trumpit dhe antitrumpit. Nuk është kjo betejë midis Trumpit dhe Europës që shkakton këtë tërmet për Sazanin dhe Zvërnecin. Është fakti se Sazani I jepet
përgjithmonë dhe përgjithshka. Jared Kushner dhe kushdo tjetër që mund të autorizohet për ti, mund të përdorë Sazanin edhe si bazë ushtarake. Këtu shikoni Izraelin brapa? Është Izraeli, është dikush tjetër, është ndoshta Amerika, nuk e di se kush mund tjetë. Por, përdorimi i Sazanit për qëllime ushtarake është goditja më e madhe që i jepet Europës. Bettino Craxi në vitin 92 thoshte që diktatori shqiptar kur largoi bazën sovjetike nga Pashalimani, nga Vlora, na kurseu ne italianëve $2 milion në ditë. Dhe prej asaj kohe deri më sot, Italia ka kursyer $2 milion në ditë për shkak se nuk ishte më Rusia në Sazan, në Pashaliman e këtu. Nëse do të vijë një aktor jashtë jo europian në Sazan, Europa do të detyrohet të mbrohet prej atij aktori. Mbrojtja do t'i kushtoj shumë, përveç se do t'i kushtoj në rast konflikte dhe lufte, do t'i kushtoj edhe viktima. E sidomos Italisë. Atëherë, si u dashka që të mos reagoj Italia dhe vendet e tjera europiane ndaj këtij projekti? Po nëse është një bazë amerikane aty, është garanci për sigurinë tonë? Absolutisht jo. Përse? Sepse Amerika do vijë aty për interesat e saj. Vetëm nëse NATO-ja si një strukturë politike ushtarake e përbashkët përgjegjëse për sigurinë dhe garancinë, stabilitetin dhe paqen në Europë dhe në linjën euroatlantike, vetëm ajo ka të drejtën ta kërkojë dhe shteti shqiptar mund t'ia jap në përdorim me kushte të përcaktuara, qartë se ku do përdoret, si do përdoret dhe sa do mbahet dhe çfarë benefitesh do ketë Shqipëria për këtë. Ndërkohë që në rastin e Jared Kushner, Shqipëria s'ka asnjë benefit, përkundazi. Shqipëria humbet në pikpamje shtetërore. Humbet territorin mbi të gjitha, humbet para pa fund të buxhetit të shtetit për të çminuar dhe për ta bërë gati që ai territor të shndrohet për qëllimet për të cilat është marrë, humbet për shkak se falen taksa sipas ligjit të investitorëve strategjik pa fund dhe këto para i mungojnë buxhetit të shtetit në të ardhmen, pra humbet në çdo pikpamje. Dhe kjo është politika personale që bën Edi Rama me mbështetjen e Partisë Socialiste. Prandaj Partia Socialiste është përgjegjëse për gjithçka ka bërë. Pikërisht këtu do dilja profesor edhe administrata publike, por më shumë e kam te Partia Socialiste, sepse ju thatë që populli e ka vrarë frikën, po Partia Socialiste e ka vrarë frikën? Një pjesë në Partinë Socialiste janë të inkriminuar njësoj si Edi Rama, dhe ata janë kamikazët e Ramës. Dhe të marrim të Arlan Ballën. Ai gjendet edhe në një dosje të call centrave. Dosje e cila i ka ardhur spakut para 2-3 javësh. Ai është përfitues i mashtrimeve të call centrave. Përveç se i përmendet emri në procese gjyqësore të bandave kriminale dhe mafioze të Brukselit, të Berlinit, në Spanjë dhe gjithandej. Por ka edhe të tjerë të cilët janë të inkriminuar në pikpamje të bashkëpunimit me organizatat kriminale dhe mafioze në Partinë Socialiste. Të gjithë ta janë kamikazët e Edi Ramës. Ndërkohë ka të tjerë që nuk janë të inkriminuar, por që në një farë mënyrë janë inkriminuar me votën e tyre pro atyre ligjeve që kanë tjetërsuar territorin e shtetit shqiptar. Si mund të votohet një ligj për të hequr zonat e mbrojtura nga mbrojtja?
Si mund të votohet një ligj i investitorëve strategjik që favorizon për shembull atë gjokën e Shkodrës dhe Lipojës, i cili jepte urdhra për të vrarë kundërshtarët e tij? Si mund të favorizoj ky ligj Artur Sheun, pjesëmarrës në samite të shumta të bandave mafioze ose të karteleve të mafjes në Ishuj apo në vende të tjera të Europës dhe madje organizatori i tyre, dhe tashmë i shpallur në kërkim për trafik droge nga policia dhe nga shteti shqiptar? Si mund të jetë investitor strategjik ta zëm ky i peshkut ton, ky Luca? Si mund të jetë një njeri i cili del dhe deklaron Edi Ramën e kam fe? A kupton, nuk ka arrit, nuk ka thënë ndonjë shqiptar që Enver Hoxhën e kam fe. Nuk ka arrit dikush në këtë vend të shkojë deri në këtë ekstrem. E di ç'do të thotë të kesh fe dikë? Ta kesh Zot. A mundet që njeriu të bëhet Zot i njeriu, përveç se një bastardi? Nuk mendoj që ndodh kjo në ndonjë vend tjetër, qoftë në Afrikë, në Amerikën Latine, në Azi apo kudo tjetër. Ndodh vetëm në Shqipëri. Ajo që ka ndërtuar kultin e tij të individit Edi Rama është rreziku më i madh që i bëhet dhe i paraqitet këtij vendi. Sepse nëpërmjet atij kulti ai ka imponuar ligje anti-shqiptare. E ka nxjerrë në ankam Shqipërinë, e ka nxjerrë në tregun ndërkombëtar Shqipërinë, tek klientët e tij, tek njerëzit që ja garantojnë dhe sigurojnë pushtetin atij. Dhe për këtë arsye, Edi Rama do të jetë, sapo që të jetë në krye të qeverisë shqiptare, kërcënimi më i madh i këtij kombi. Një kërcënim i cili është më i rrezikshëm se sa pushtuesit real. Edhe pushtuesit nuk ka ndodhur që të shpërngulin dhe të dëbojnë shqiptarët nga ky vend, paktën për në Shqipëri, nuk flas për Kosovën, dhe të sjellin për shembull italian, gjerman apo të tjerë në Shqipëri për të populluar vendin me një popullsi tjetër. Është i vetmi Edi Rama që e bën. Në Kosovë ka shpërpjek ta bëjë Serbia, por Kosova tashmë e ka fituar betejën. Profesor, të flasim për protestën, në çfarë faze është tani? A mund të themi që po lind pushteti i ri, se kemi parë një platformë që u shpalos pak ditë më parë, që duket sikur e shem terrenin kushtetues që kemi tani. Ka dhe kundërshtim mes tyre, por ndoshta për të bërë një analogji edhe me 90-ën që ju e njihni më mirë, mbani mend e keni jetuar. Çfarë do ndodhte nëse Rama do ta jepte dorëheqjen sot? Nesër do fitonte kjo forcë e re nëse do krijojë kjo lëvizje, apo edhe si atëherë do fitonte nëse dyshin partitë? Është dyshim se çfarë do ndodh. Është shumë me vend dhe e drejtë që të kërkohen ndryshime radikale kushtetuese, ligjore dhe një lloj republike e re, do ta quajmë. Është e nevojshme dhe domosdoshme që Shqipëria të ketë një fillim të ri, një fillim që më t'i japi fund tranzicionit në këtë vend. Njerëzit janë grupuar dhe po diskutojnë rreth asaj se çfarë mund të jetë e ardhmja. Diskutimet janë të dobishme, pa asnjë diskutim. Ka mendime të vyra, ka mendime me vlerë, ka mendime të cilat unë i konsideroj shumë racionale dhe logjike. Mendoj që është pak herët, sepse nëse do të dilet me një platformë, do të thotë të krijojë një lëvizje politike. Shqipëria nuk është në kushtet e vitit 1990, kur një lëvizje politike, një parti politike mund ta ndjekin shumica dërmuese shqiptarëve të re. Jemi në një periudhë kur Shqipëria është shumë e fragmentarizuar. Edhe vetë protesta është e fragmentarizuar.
Në prononcimet e mia kam bërë thirrje vazhdimisht që të lëm fragmentet, të lëm pjesëzat dhe të merremi me thelbin e protestës, e cila ka të bëjë me mbrojtjen e territorit, mbrojtjen e Shqipërisë, mbrojtjen e ardheut, ndërprerjen e shpopullimit dhe politika të tilla që e zhvillojnë Shqipërinë. Pra, të largohet kjo qeveri shkaktare e gjithë kësaj situate dhe më pas të ketë, sigurisht do të ketë edhe krijime parti politike, lëvizje të ndryshme politike, me programe dhe projekte të tyre politike, të cilat do të gjitha së bashku do të duhet të bashkohen në idenë se Shqipërisë do të jepet një rend politik më i drejtë, më i mirë, më i pastër, më patriotik, më atletar, më qytetar, dhe që krijon balanca dhe ekuilibra demokratike dhe në çdo fushë tjetër të jetës, deri edhe te ekuilibrat demografik dhe ekuilibrat të tjerë të zhvillimit të barabartë të Shqipërisë. Por në stadin aktual, u mendoj sa më shumë të zgjatet diskutimi aq më mirë është. Nëse do të ketë një organizim, qoftë edhe me emërtimin qytetar, dhe nëse do të fillojnë dhe do të ngjyroset ky organizim me logo, partie apo ideologjie, protestat do të dëmtohet shumë. Madje, ndoshta këtë pret Edi Rama, që të fragmentarizohet, të zhgënjehet një pjesë e protestuesve dhe përpasoj protesta të zbehet gradualisht dhe të shuhet. Kjo është taktike e Edi Ramës. Nëse do të ketë një organizim, dhe sigurisht që një ditë do ketë organizim, ata që do të jenë përgjegjës për atë organizim duhet të dinë se personi që e drejton atë institucion të organizuar, qoftë me emrin qytetar apo diçka tjetër, qoftë asambleja apo diçka kuvend apo çfarë do që tjetë, mendoj që do të ketë një tipar dhe një karakteristikë të pandryshueshme. Asnjë kompromis me Edi Rama. Nuk bëhet kompromis me Edi Rama. Mund bëhen kompromise me disa njerëz të tjerë në Partinë Socialiste, ku të jemi sinqert, ka ngel shumë pak ose as pak. Prandaj dhe një kolegu jon para 2 ditësh thoshte që Partia Socialiste duhet dalë jashtë ligjit. Duhet jashtë ligjit sepse është përgjegjëse se ka inkriminuar gjithë shoqërinë shqiptare dhe jo vetëm Partinë Socialiste. Sigurisht përgjegjësi kryesor është Edi Rama, si çdo diktator në botë që është përgjegjës kryesor, por edhe ata që kanë mbështetur Edi Ramën janë përgjegjës të padiskutueshëm për këtë situatë në cilën ka ardhur sot Shqipëria. Dhe këta janë antarët dhe drejtuesit, sidomos drejtuesit e Partisë Socialiste, të cilët mbështesin një diktator, një hor, një person pa dinë pa imë, një person që nuk e ka shiju në jetën e vetë kurse që është familja, jo më që është ardheu. Një person që ka ardhur në krye të qeverisë shqiptare me një agjend caktuar të huaj, jo me një agjend të tij personale. Agjenda është e tillë, zhbërja e Shqipërisë. Zhbërja e Shqipërisë përmes shpopullimit, siç e thash, nëpërmjet faljes së territorit të saj, oligarkëve brenda Shqipërisë dhe të huajve, sepse edhe oligarkët janë rrezik për Shqipërinë. Pse janë rrezik? Dëgjova Alma Çupin që i thoshte Blendi Fevziut se shkova në Ksamil dhe nuk më linin të hyja në Bregdet, tek resort. Rojet e sigurisë. A ndodh kjo në ndonjë vend botës? Në cilën vend botës ndodh që Bregdeti mos jetë i banorëve të atij vendi, po të jetë i oligarkëve? Ne e pamë në Zvërnes që edhe Rëra ishte rrethuar. Rëra e rrethuar, gjithçka, kudo që të shkosh.
ti nuk mund të marrësh një çadër me vetë dhe të ta ngulësh diku. Sepse rojet e atij resorti e asaj të vinë dhe të përzën për aty. Po a jepet territori i Shqipërisë individëve për ta përdorur me arrogancën antipopullore? Shohim shfaqje të ndryshme arrogante kudo nëpër bashki, në administratën publike, në biznes, tek oligarkët që sillen me njerëzit sikur sillen, jo, me kafshët tani sillen shumë më mirë. Pse ndodh kjo? Po ta pyesësh Edi Ramën, thotë se ndodh sepse kudo në botë ndodh. Ndodh sepse njerëzit në dhunën e tyre, në arrogancën e tyre frymëzohen nga kryeministri i Shqipërisë. Kryeministri i Shqipërisë, kushdo që të jetë, nuk është thjesht një menaxher dhe administrator i shtetit. Është edhe një model për qytetarin. Dhe duhet të jetë një model për qytetarin. Çfarë modeli jep Edi Rama për qytetarin? Çfarë modeli ka dhënë deri më sot? Përveç modelin e dhunës verbale në parlament, të imitimit të tmetave fizike të kolegëve të tij kundërshtar, modelin e dhunës mimike ndaj gazetarëve, ndaj atyre me të cilët përballet edhe në rrjetet sociale, ndaj kujtdo që i del përpara dhe e kritikon. Çfarë modeli ka dhënë ky njeri? I tha ndonjëherë dikujt ndjes se tu ke të drejtë? I tha ndonjëherë do kujt po do ta ndryshoj këtë sepse e kam bërë gabim? Çdo njeri gabon. Por diktatorët nuk pranojnë gabime. Dhe ky është tipari kryesor i tyre, sepse e konsiderojnë veten zot. Prandaj ai thotë që pa mua Shqipëria shkatërrohet. Ai e ka shkatruar Shqipërinë dhe pretendon se Shqipëria shkatërrohet pa atë. Ai është autor i rrënimit të këtij vendi në mënyrën më skandaloze të mundshme dhe sërishmi përpiqet të thotë shqiptarëve që pa mua ju nuk mund të esni asnjëherë përpara. Ndërkohë që në këtë vend jam i sigurt që në mos 100.000, paktën 10.000 janë më të zotët, më atdhetar, më të përkushtuar, më të mençur, me ide më të qarta se sa Edi Rama për ta zhvilluar këtë Shqipëri. Po i ka mbyt, se diktatura të mbyt. Profesor, po intelektualët, pse po qëndrojnë pak larg podiumit nga kjo protestë? Qëndrojnë pak larg podiumit për shumë arsye. Së pari, intelektualët nuk imponohen, nuk duan që të thonë, hey, unë do dalet flas. Domethënë, nuk kam ngulin. Ata presin që dikush t'i thras, që dikush t'i ofroj, t'u thot, sepse nuk ka një standard tjetër në kuptimin e sjelljes etike, në kuptimin e raportit dhe balancës që krijojnë me një lëvizje, me një aspekt të shoqërisë. Së dyti, ka nga ata që mund të kenë paqartësi, unë jo, nuk kam paqartësi. Unë e di se ajo çfarë më pëlqen në këtë protestë është krejt e parëndësishme nga ajo çfarë synon protesta. Dhe pajtohem plotësisht edhe me atë që nuk më pëlqen. Pajtohem sepse e di që qëllimi kryesor është të largohet kjo qeveri, ky kryeminist që po shkatërron Shqipërinë. Çfarë vjen më pas? Çfarë do që të vijë më mirë do jetë? Urojmë të vijë më e mira, jo diçka më e mirë, po më e mira. Dhe gjithkush duhet bëj përpjekjet maksimale që të vijë më e mirë. Por kjo qeveri duhet iki. Ikja e kësaj qeverie ndodh vetëm nëse mobilizohen të gjithë qytetarët kundër saj. Kontrata që ky thot e kam me shqiptarët deri në vitin 2029 së paku, është një kontratë të cilën ky e ka prish vetë. Ky nuk ka marrë kontratë për të shit Shqipërinë. Nuk ka marrë kontratë për ta shpopulluar Shqipërinë.
nuk ka marrë kontratë për të mbyllë shkolla, universitete, kopshte, për të mbyllë gjithçka çfarë, sepse nuk ka njerëz të shkojnë aty, sepse janë boshatisur. Nuk ka marrë kontratë të lej në të gjithë fshatat e Shqipërisë pleq të vetëm, duke i detyruar të rinj të ikin nga ky vend. Nuk ka marrë kontratë, askush nuk ka nënshkruar kontratë që ky t'ua vjedh pronat njerëzve, t'ua marrë me ligj dhe t'u thotë nëse nuk e punoni unë do t'ua marr ju, ose t'u thotë që toka bujqësore që është e fshatit, nuk është e fshatit, nuk është e juja, po është e imja, e shtetit, se shteti është ky, është Luigi 14. Dhe unë bëj çfarë dua me të. Edhe në kohën e komunizmit, kur gjithçka ishte e kolektivizuar dhe askush nuk mund ta përmendte pronën apo tokën private, shteti në konfliktet midis fshatrave për një territor të caktuar, kontestuar, bënte shumë kujdes për të dhënë drejtësi midis fshatrave, se krijohej armiqësi midis fshatrave. Ky ka krijuar armiqësi midis shtetit dhe të gjithë fshatrave në Shqipëri. Po le të guxoj të shkojnë në Kukës. E ka apo se ka në pronësi fshatari atë tokë, ajo njihet historikisht që kur ka lind dielli e që kur është kriju toka njihet si pronë e atij fshati. Dhe nuk ka për të guxuar Edi Rama ta prek me dorë qoftë edhe 1 metë katror të saj. Çfarëdo oligarkësh t'i bëjnë presion. E ka të pamundur, le të bëj ligj sa të doj. Ligji natyror është mbi ligjin e diktatorëve. Dhe Shqipëria ndoshta ky po e detyron Shqipërinë të kthehet në higjienën natyrore. Në higjienën natyrore të cilën filozofët e shpjegojnë se çfarë është. Sido që tjetë gjendja natyrore është më e dobishme dhe më e përparuar se sa një gjendje e tillë ku një diktator grabit pasurit tokat e qytetarëve të vet. Sepse në fundit është një marrëveshje midis vetë qytetarëve, por jo një marrëveshje me shtetin ose me diktatorin. Gjendja natyrore në fundit e ka sjell njerëzimin nga komuna primitive e deri në ditët e sotme. Nuk është Edi Rama që do të japi shoqërisë shqiptare një model të cilin ai e ushqen si modelin e ushqimit të oligarkëve dhe pasurimit të tyre, me qëllim që këta të kontribojnë që në fushat elektorale këta oligarkë të financojnë jo vetëm fushatën, por të blejnë vota dhe të tjetërsojnë vullnetin e popullit. Që ky të jetë një mbret i pashpallur mbret. Kjo nuk funksionon. Kjo do të çojë dhe do ta thellojë, është një projekt për shitjen e tokave bujqësore që do të bëhet ligj, se syno të bëhet ligj. Nëse do të bëhet ai ligj, të jeni të sigurt se zemrimi popullor do të jetë i jashtëzakonshëm. Njerëzit ka mundësi të marrin sopata, këmesa, lopata, kazma, thika, tenxhere, tigana në dorë dhe të vinë para kryeministrisë dhe t'i thonë zhduku për këtu. Ka ndodhur një rast në Bathore në vitin 93-94 me Meksikë, kur gratë dolën me lopata dhe përzun forcat speciale që shkuan për të prishë sabanesa. Mos mendoj Rama se nuk do të ndodhi, nëse ky do të vazhdoj në rrugën e vet të shkatërimit të vendit dhe të përqendrimit të pasurisë dhe të territorit të këtij vendi duhet e pak njerëzve. Territori i Shqipërisë është territori shqiptarëve. Nuk mund ta tjetërsoj askush. Kush tenton ta tjetërsoj, do të gjejë një fund jo vetëm palavdishëm, por të tmerrshëm. Profesor, edhe diçka të fundit kam, nëse do marrë një situatë që do ndryshoj pushteti edhe në Shqipëri, për të ardhur tek ajo që thatë Republikë e Re. Si do të jetë reaksioni në trevat tona, Kosovë, në shqiptarët e Maqedonisë Veriut, në Preshev, pra në gjithë trojet tona? Diaspora duket që është shumë aktive për të përkrahur protestën. Në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut ka pak entuziazëm për të përkrahur protestën.
forcat opozitare në Maqedoninë e Veriut shqiptare kuptohet dhe ato të Kosovës janë shërbëtorët e Edi Ramës. Ali Ahmeti doli hapur që ta Ali Ahmeti, Ramush Haradinaj, është interesant se më të kujdesshëm po tregohen këta të Partisë Demokratike të Kosovës, por këta të lëvizjes që janë këta të organizatave të veteranëve të luftës janë shprehur hapur pro Edi Ramës dhe kundër protestave. Është e çuditshme pse ndodh kjo, sepse sidomos për Haradinaj thirrje që mos përdoret as flamuri UÇK-s aty, jo më thirrje. Mos përdoret flamuri UÇK-s, shqiptarët e Maqedonisë është të turpshme të shkojnë në Haradinaj. Mu më habiti Haradinaj të them të drejtën, sepse Haradinaj është personi i cili është goditur drejt për drejt nga Edi Rama. Duhet kujtojmë se në nëntor të vitit 2018, kur në Pej po përfundoi mbledhja e përbashkët e dy qeverive të Shqipërisë dhe të Kosovës, zoti Rama i tha Haradinajt ti je gomër. Kush i thot Hashim Thaqit tradhtar, ai është gomër. Dhe para 2 ditësh Haradinaj ishte ai që kishte thënë Hashim Thaqit tradhtar për shkak të investimit të tij në ndarjen e Kosovës. Dhe sigurisht kjo i diqte Edi Ramës. I diqte sepse ky ishte ideatori bashkë me Vučićin. Ky ishte, si thuash, rekrutuesi i Hashim Thaqit sepse nuk mund ta bënte vetë drejt për drejt. Dhe pastaj ishte Rama që e denoncoi Ramush Haradinaj në gjykatën e Prishtinës, për shkak se Haradinaj e akuzoi Ramën për tradhtim ndaj Kosovës. Tani Haradinaj çuditërisht është përkrahasi më i madh i tradhtarit Edi Rama, të cilin e ka etiketuar me 10 herë sa herë ka dalë në ekran dhe në studio televizive. Duhet të ketë një prapaskenj kjo, se besoj se mua më vjen çudi. Një luftëtar aq i merituar dhe aq i shquar i ushtrisë ligjare të Kosovës, që nuk i është nënshtruar dhe nuk është përulur dhunës ushtarake, policore, para ushtarake të Miloševićit, por ka luftuar me heroizëm kundër tyre, ka dhënë gjak, ka derë gjak, ka dhënë dëshmor nga familja e tij, etj. Fill përulet kaq me palavdi dhe Edi Ramës, kjo është shumë e çuditshme për mua. E njëjta gjë më thuhet për Ali Ahmetin. Si mundet një luftëtar i madh, një udhëheqës i ushtrisë ligjare kombëtare të Maqedonisë, të bijë në gjunjët e një tradhtari të tillë, e ta mbështes atë në çdo hap, që nga Open Ballkan edhe deri tek protesta sot. Sot duhet heshtje. Ali Ahmeti tha, po e bën janë greke që janë brapa kësaj, ndërkohë që edhe vetë nga Tirana janë tërhequr nga pista e grekëve tani. Pistat e Tiranës filluan me grekët, e panë që në Greqi po krijonin armiqësi, thanë hajde me Iranin ta bëjmë këtë punë. Se iranianët nuk na. Edhe është më besueshme edhe gjetën atë gruan nga Kosova, nga prizreni i Kosovës që e shpallën non grata si zëvendëse të regjimit të mullave të Teheranit. Ose Tritan Kozhajn si agent të Iranit e tjerë. Është turpshme, domethënë, të operosh me gjëra të tilla. Në Shqipëri ka njerëz që nuk pajtohen me politikat në lindjen e mesme, që mendojnë se dikush bën genocid atje. Dhe është drejt atyre të mendojë ashtu. Po kjo nuk do të thotë që je agent i X-it apo Y. Pse ka agent palestinez në Shqipëri? Ku ka shtet palestinez që të paguaj gjithë ta mira agent në Shqipëri? Po pro-Palestinës janë gjysma e shqiptarëve, po them gjysma. Se ndoshta më shumë. Kjo është absurditet. Kjo është thjesht një alibi për të shkatruar protestën. Bëjnë mirë organizatorët e protestës dhe vetë protestuesit i lënë me një anë këto. Okej, ato i dëgjoni shef, por
të mos impresionohen fare nga akuzat të tilla. Nuk janë agenturat e huaja as më tepër të Iranit. Pse nuk thot Edi Rama që tu ka agentura ruse apo kineze, po thot iraniane? Pse nuk i përmend rusët, paktën, se kinezët nuk kanë as shumë interesa në Shqipëri që të organizojnë protesta. Se në fundit janë interesa ekonomike dhe çfarë do e japi Kinës Shqipëria për në ekonomi, s'ka në interes politik. Po rusët që kanë interesa politike në Ballkan. Pse nuk e akuzon si shkaktar, po përkundazi akuzon kundërshtarët e Trumpit në Europë? Sepse Edi Rama operon sipas interesit të tij në akuzat që bën. Ai nuk mundet të operojë sipas të drejtës dhe të vërtetës, sepse në fakt nuk ka. Po Albin Kurti pse mendoni se ka heshtur, profesor, sepse socialistët, një pjesë Ulsi Maja dhe tjerë kërkuan që të distancohet publikisht nga kjo. E para punës ti kërkosh Kurtit të distancohet, do të thotë të ta nxjerrësh Kurtin nga vetvetja. Do të thotë të mos jeti sinqert në distancimin. Distancimi nuk bëhet me urdhat e Ulsi Majës, as të Edi Ramës. Distancimi bëhet nëse e ndjen. Dhe unë, kur flas për Ramush Haradinaj, besoj që nuk e ndjen. Pse e bën, nuk e di. Kurti nuk e ndjen, nuk e bën. Po Kurti hesh sepse janë herë plot akuza dhe ditën e sotme se ai inspiron njerëzit që të vinë dhe të marrin pjesë në protestën në Shqipëri. Erdhën ja 2 përfaqësues të vetvendosis që jetojnë dhe punojnë sot në Prishtinë, po që janë me shtetësi shqiptare dhe janë nga Shqipëria, dhe e gjithë media proqeveritare, të gjitha televizionet, të gjitha portalet, të gjitha rrjetet sociale të tyre, e interpretonin kanë ardhur njerëzit e Kurtit në protestë. Dhe këta janë organizatorët e protestës. Këta janë jo vetëm shtetësit, po janë ata kuçedra e protestës. E di kush është kuçedra e vërtet që po ja pi gjakun këtij vendi. Është Edi Rama. Dhe këtë nuk po kuptojnë tamam mirë. Po ta kuptonin mirë do ishin 1 milion njerëz në protestë. Shpresoj që me 4 korrik të bëhemi 1 milion. Profesor, të falenderoj shumë për bisedën e gjatë, po ju i shtjelluat të gjitha më së miri, edhe unë të jam mirënjohës shumë, edhe në emër të publikut të shikuesve tanë, të falenderoj shumë, profesor. Faleminderit juve dhe urojmë sukses. Faleminderit.